Nuk është gjithmonë puna të veshja apo tek gjatësia reale e jona, por tek gabimet që bëjmë ne në zgjedhjen e veshjeve tona. Për shembull, një palë pantallona të gabuara mund na tregojnë më të shkurtër, mund na tregojnë më të shëndosh. Pra, për këto detaj dhe për këto gabime duhet jemi të vëmendshëm në mënyrë që të nxjerrim në pa ashtu tipare dhe ashtu siç jemi në të vërtetë, jo siç na bëjnë të dukemi rrobat tona. Jemi me stilisten Griselda Rexha, pikërisht për gabimet që na bëjnë të dukemi më të shkurtër se sa jemi, çfarë veshim dhe na tregojnë më të shkurtër dhe çfarë veshim që na tregojnë edhe më të shëndosh se që jemi. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, është gjithmonë kënaqësi të jem pjesë. Do t'i marrim me radhë shtruar dhe do të tregojmë edhe sugjerime apo jo, për secilat mosha. Patjetër, do t'i marrim një nga një të gjitha ato truket që në mungesë të njohurisë rreth tyre bëjmë disa gabime të vogla në veshje, të cilat nuk na nxjerrin në pato, madje na tregojnë më të shkurtra se që jemi, dhe për këtë arsye është mirë të dimë disa gjëra. Për shembull, pika kryesore është linja vertikale, është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që të krijojmë në siluetën tonë një linjë vertikale, të veshim veshje të cilat kanë linja vertikale në to, por jo domosdoshmërisht. Një palë pantallona, për shembull, që kanë klasike me vijën në mes, e tregojnë pjesën e poshtër të trupit, këmbët tona më të gjata. Dhe që do të jenë të gjëra apo të gjëra nuk ka rëndësi, sepse ajo pastaj është pjesë edhe preferenciale, nuk ka rëndësi gjërësia e pantallonit, rëndësishme është gjatësia e tyre. Një pantallon, sidomos pantalloni i gjerë, deri te kyçi, na tregon këmbët më të shkurtra. Ndaj, është e këshillueshme që gjatësia e pantallonit të arrijë deri tek pjesa e thëmbrës ose edhe në tokë. Sepse kjo na lejon që ne të veshim edhe takat. Na ndihmon që ta rregullojmë gjatësinë tonë përmes përdorimit të takave. Gjithashtu beli është shumë i rëndësishëm. Një pantallon me bel të shkurtër do na tregoj këmbët më të shkurtra. Ndaj, një pantallon i veshur, i gjatë dhe me bel të lartë. Ju referuar dhe disa fotove, me që jemi tek pantallonat, tek fundet, tek veshjet e tjera. Po, njëjta gjë vlen edhe për fundet, vlen edhe për fundet. Beli i gjatë e kontron belin dhe i tregon këmbët më të gjata. Gjatësia po trupat të cilat e kanë janë të shkurtër vetë, duke u veshur keq, duken edhe më të shkurtër. Duken edhe më të shkurtër. Iluzioni optik është shumë i rëndësishëm në veshjen tonë. Ndaj gjatësia është e rëndësishme edhe tek fundet. Nuk preferohen gjatësi treqerekshe, sepse ato e presin linjën vertikale të siluetës, duke i treguar më të shkurtër trupin tonë. Ndaj fundet, ose fundet të shkurtra, shkojmë tek fundet të shkurtra, ose pastaj të gjata deri në fund të këmbëve. Tek aksesorët, tek bluzat, për shembull personat të cilët përveç se janë të shkurtër, kanë edhe shëndetin. Po, edhe bluzat. Është shumë rëndësishme masat që ne i veshim bluzat. Nuk rekomandohen masat e gjëra ose oversize, sepse ajo do e mbulojë të gjithë trupin dhe do krijojë një çorientim pasaj të siluetës. Ndaj, bluzat duhet të jenë pas trupit dhe bluzat të shkurtra. Bluzat e jaketat e shkurtra e ngrejnë belin më lart duke treguar trupin më të gjatën dhe më të hollë. Ndërkohë, te pantallonat që janë me bel të lartë, sigurisht që thatë krijojnë ato vijën vertikale ose siluetën, iluzionin optik të gjatësisë, por cilave nuk ju shkon pantallonat me bel të lartë, apo janë për të gjitha tipet e trupit? Nuk besoj, nuk ka një kategorizim që i shkojnë, nuk i shkojnë. Beli i lartë është i mirë sepse e mbledh trupin. Edhe nëse ne kemi një bark të rrumbullakosur, ajo e ndihmon që të riformsohet beli jon. Ndaj beli i gjatë është i rekomandueshëm për të gjitha format trupore. Treqerekshet, pantallonat e ngushta, streqet e treqerekshe? E thash, gjatësia treqerekshe e pret siluetën. Ndaj nuk është shumë e këshillueshme. Mund të shkojmë me pantallona të shkurtra mbi gjuhë ose pantallona të gjata. Treqereksja e bën trupin të duket më i shkurtër, sepse e pret edhe shikimi të shkon tek fundi i pantallonit ose i fundit. Gjithsesi ka dhe mënyra se si i kombinojmë pastaj. Për shembull, ka dhe aksesorë të cilat na ndihmojnë për të dukur më të gjatë, ose për shembull veshja e zandaleve apo e këpucëve të duhura ose të gabuara. Po, aksesorët e vërtet, aksesorët janë shumë të rëndësishëm gjithashtu. Filloj me këpucët që kanë
rol kryesor, është shumë e rëndësishme ngjyra e këpucëve, që këmba të duket më i gjatë, rekomandohen këpucë nude, ose një ngjyrë e ngjashme me veshjen tonë. Pra, mos të përdorim këpucë që kanë kontrast ngjyre me veshjen në përgjithësi, ose shkojmë të ngjyra nude. Ndërprerja dhe këpucët me lidhse, sandalet. Me ato ripat, sidomos të ripat e trash që presin kyçin e këmbës dhe e tregojnë këmbën shumë të shkurtër. Duket sikur e ndalin këmbën dhe e bëjnë të duket ajo më shkurtër dhe na krijon një iluzion të gabuar. Ndaj shkojmë me këpucë nude ose në ngjyrë të përafërt me veshjen dhe pa ripa. Po. Ne u fokusuam kryesisht tek pjesa nga mesi e poshtë, pra pantallonat, fundet, streçet dhe këpucët. Po pjesa e sipërme, për shembull jakat, ndikojnë tek pjesat e iluzioni optik, sigurisht që ndikojnë te jakat, mbyllur, e hapur. Të njëjtën linjë të ndjekim edhe për pjesën e sipërme të trupit. Pra duhet të shkojmë drejt linjave vertikale. Nëse ne duam të tregojmë në pa qafën, të ndjerim një qafë të gjatë të hollë, atëherë duhet të shkojmë me bluzën me jakën V. Jaka V nxjerr në pa gjatësinë e qafës dhe tregon më bukur pamjen tonë. Mund të shkojmë me aksesor, pastaj që fokuson shikimin tek pjesa e sipërme. V-sët gjithashtu janë shumë të rëndësishëm. Disa V të gjatë e nxjerrin pamjen më të hollë dhe më të hishme. Duken si detaje të vogla. Kapelet gjithashtu janë një trend këtë vit, edhe kapelet, jo kapelet e shreshta, po talë për kapelet që përdoren edhe tani në verë, që janë edhe një aksesor ndihmës në vapën, por që tregojnë gjithashtu një pamje më të gjatë dhe më të hollë të trupit ta.